ju kërkojmë falje për krejt që ka po ndodh aktualisht në kuvendin e Kosovës edhe qytetarëve të Kosovës ju kërkojmë falje. S'ka përpjekje për dalë nga kjo krizë. Pra nuk është kuvendi i Kosovës pa opcione. Mundet me ardhur deri tek një marrëveshje politike nëse ka përpjekje serioze. Para du mi ju falenderu të gjithëve për këtë përkushtim edhe për punën që po e bëni çdo ditë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ju falenderojmë shumë e ju kërkojmë falje për krejt që ka po ndodh aktualisht në kuvendin e Kosovës edhe qytetarëve të Kosovës ju kërkojmë falje. Sa i përket zgjedhjeve lokale është e vërtet ne fokusin tash e kemi tek zgjedhjet lokale. Është shpall data e zgjedhjeve 12 tetori do të vijë shpejt. Jemi në përgatitje dhe jemi duke i propozu kandidatët për kryetarët komunave, po edhe kandidatët për asamble. Dhe normalisht që kjo sag që po e shohim çdo ditë, ky cirkuz, bie në hije kur ne tash fokusin e zhvendosim ka zgjedhjet lokale, por në asnjë moment nuk duhet me e lënë anash këtë cirk që po ndodh aktualisht. Dhe ky cirk është krejtësisht si rezultat i partisë të madhe dhe kryenësisë saj për mos dalë nga kjo krizë politike. Krizë politike jemi në krizë të thellë dhe përgjegjësinë kryesore për këtë krizë e ka partia fituese e zgjedhjeve. Ajo duhet të bëjë përpjekje për dalë nga kjo krizë politike e nuk ka një përpjekje të tillë. Kjo është brenga jonë kryesore. S'ka përpjekje për dalë nga kjo krizë. Ja, ne tash shkojmë aty brenda e dim rezultatin, sepse nuk ka pas asnjë përpjekje për dalë nga kjo situatë. Partitë politike garojnë në komuna me, si të themi kështu, me ekipet e tyre më të mira. Andaj edhe deputetët po që se garojnë për komuna, unë e shoh si krejtësisht normale, kur fitojnë japin dorëheqjen nga ky pozicion. Siç kam dhënë dorëheqje unë nga nënkryetari i Prishtinës për të ardhur deputeti i Kuvendit të Kosovës. Por ka disa të cilët po i mbajnë dy pozicione aktualisht. E kjo është kundër kushtetuese. Nuk mundesh me qenë edhe ministër, edhe kryeministër atje në detyrë, edhe deputet këtu, edhe kryetar komune diku tjetër. Pra kushtetuta jone ka shumë të qartë, ose në ekzekutiv, ose në legjislativ. Kështu që ne sa na përket ne kemi interesim dhe bëjmë thirrje që zgjidhja me u gjetë me njëherë, me ardheri tek një marrëveshje politike, e kjo është përgjegjësi e të parit, le ta bëjnë marrëveshjen politike. Ka opsione, ju lutem. Pra nuk është kuvendi i Kosovës pa opsione. Mundet me ardhur deri tek një marrëveshje politike nëse ka përpjekje serioze.